Në ambientet e stadiumit Loro Boriqi u zhvillua promovimi i librit Selamidani, artisti i golave me kokë, me autor Faik Sadikun, një aktivitet simbolik kushtuar një prej figurave më të shquara të historisë së vllaznisë. Me thënë vërtetën, unë nuk kam pas fatin me njek babin në aktivitetin e tij sportiv. Kam një kujtim shumë të vagullt, mund të kenë vitet 79-80 kur lunte flamurtari i Vlonës dhe vllaznia e Shkodrës, veterant mes tyne, dhe kujtoj si tani kemi kënë knajt e shkallët të Porta Djathas, kur babi bani një gol me rafishjat. E kam një kujtim të vagullt, në fakt dhe unë fillova me qasë, sepse nuk i di ato stilet sportive, dhe mendova se është damtu. Por karrierën e tij sportive unë e mësova gjatë redaktimit të këtij libri dhe për këtë du me falenderoj sërish zotin Faik, i cili më dha mundësinë për ta redaktuar dhe për të patë të gjithë karrierën sportive të babit. Mjeshtri 83 vjeçar Selamidani u shfaqi emocionuar me si shokëve të skuadrës, drejtuesve të klubit dhe sportdashësve shkodran. Një nga momentet më prekse të ceremonisë ishte dhurimi i fanellës me numrin 10 nga presidenti i klubit të futbollit Vllaznia, zoti Alban Xhaferi, si shenjë vlerësimi për kontributin e tij ndër vite. Libri me 210 faqe sjell në vëmendje momente të rëndësishme nga karriera e Selamidanit si futbollist dhe trajner, duke evidentuar rolin dhe ndikimin e tij në futbollin shkodran dhe ato shqiptar. Ky është libri e mi gjashti. Unë sot kem forcë, unë do të vazhdoj për figurat. Kam një 2 libra në projekt, unë jam mbështet me jetën e tij, historinë e futbollit, edhe pa tjetër edhe historinë familjare, se një libër historik niset qysh në genezme. Jetën të është mos lëndës futbollit, që ka kënë trajner, që ka djerë brezat shqum, që po i përmeni me Edi Martinin, Suad Licin, ka djerë Bekim Balën, ka nxjerr Aron Milotin, Premqin. Për i ti kam mësu shumë gjana, a i më ka thonë që po si vune rëndësi sprinteve nuk e gjanë derezi. Që me folë për Selamin, një djali mirë i shkëlqyshëm, një lojtar i golesh e nus me kry, që ka ban një farë golesh me kry, e me kam. Në atë kohë që u hap ekipi i profesor Selamis, ishte krejt zona notë, se zduda si Tulla Kryqi, krejt, jo la mundësi në gjitha ja di brez fëmish, të afrohen të futbol, i pasi, si që kujtoj, krejt mirë e hapi ekipin falas. Holli themelit e karrierës teme, jo vetëm si trajner, po edhe si njeri, mund të them. Promovimi u shndërrua në një takim emocionesh, kujtimesh dhe mirënjohjeje, duke riafirmuar vlerën e figurave që kanë ndërtuar historinë e vllaznisë dhe kanë lënë gjurmë në futbollin shqiptar.